prisnin kuajt më tepër se sa njerëzit. Dhe pastaj bënin ujdi dhe binin ujdi dhe mbyllej. Pra nuk ishte e zakonshme ajo fushata Skënderbeu që bëri në Itali, ishte për to një risi. Skënderbeu nuk bënte Europë. Pra i merrte para kudo që i qëndronte, i hillte në kanal. Pra do të thënë që ajo i dhatarisin dhe u tërhoqin ato në pak. U tërhoqin qof Konti Piccinini, qof Orsini, lan dorëheqin ikën nga fusha betejës ato, e braktisin ushtrinë u tërhoqin, sa po morën vesh. Se ai nuk bën Europë sa të ishin mësuar. Luftonin në Shqip, u vritën në Ipkal, u plagoste dikush dhe pinin dakord. Ndërsa me Skënderbeu nuk u bënte fajde kjo, ishte komplet histori tjetër. Biles, me çka kam lexuar unë për Alfonsin e Pest, kujtimet e tij për Skënderbeun, ishte që në Itali u kuptua kanibalizmi për herë të parë, se çfarë do të thoshte t'ia presësh kokën tjetrit e angjizësh në hu, që ti friksonte. Kam parë një dokumentar rreth 2 orë për Gjergj Kastriotin, që taktika e tij që nuk flitet fare këtu është lodhja psikologjike. Ai quhej fantazma në garnizonet osmane, ai quhet fantazma. I linte pa gjumë natën, edhe ditën ata nuk ngrinin dot shpatën vetëm nga frika se i priste fytyn. Me 30 pra zotronte artin e ninjës, pra ishte si ninja, të vinte pa u ndjer fare, të ngulte thikën, tikte në garnizon, të helmonte ushqimet edhe të shpartallonte me taktik. Është më i madh i të mëdhenjve, e ka kaluar Aleksandrin. Skënderbeu është strategu më i madh që ka nxjerr bota. Që fati jon i mirë që e kemi neve. Po neve ja kemi nxjerr fytyrën në Alban. Ne ja kemi nxjerr fytyrën vëllai. Ne jemi mbetje Osmane tash. Ne jemi mbetje Osmane. Nuk e besoj absolutisht. Ato janë tentativa të dëshpëruara për të hedhur poshtë, për ta grabitur figurën më të madhe që kemi ne. Ata